Këngët e tij kanë miliona klikime në kanalin YouTube. Ai gjithashtu është shumë i njohur edhe te bullgarët. Por ndryshe nuk do kishte realizuar bashkëpunimin me Galenën, të cilën dyshoj se nuk e dini, me emrin Pantera. Vjen sonte në prive për herë të parë Sergio, i cili do të na shpalos më shumë detaje sa i përket punës së tij. Mes tjerash, ajo është duke përgatitur edhe një këngë në gjuhën shqipe. E ndjekim bashkë storien nga Maki Bajrami. Parë që kemi pas sukses, ka qenë kënga e bërë nga Alfred Sula dhe Lisje quhet. Ka qenë bashkëpunim me një djalë Marcel. Po ajo ka qenë kënga që na ka hap dyert, pastaj ka ardhur kënga tjetër Emanuela, pastaj kënga më e njoftëm me imja ka qenë Without You, që ka goxha klikime, kështu më radhë. Duke qenë se debutimi ishte në rrugën e duhur, në të njëjtën formë u zhvilluan edhe projektet pasuese. Without You ishte këngë më me fat, e cila më pas korri edhe sukses duke grumbulluar afro 50 milion klikime. Keq për klikime nuk mbeten as këngët e tjera. Thuaj se as një projekt muzikor i Sergios nuk mbetet pa kaluar milionat e shikimeve. Por a janë këto shifra reale? Besoj edhe me shkronjat mëdhaja të shtypit janë reale deri në dhe. Shumë seriozisht, as pak nuk jam mundu me blet diçka që e du me ndasht me shpirt. Nga mendon se i ki ato klikime? Këtë të shtun organizojmë një event në Bullgari, jemi të ftuar atje. Është era 2 që performoj. Kjo do të thotë që bullgarët i kanë judo këngë, kështu që shpejti dhe Turqia ka më na thirr dhe Romond po ashtu. Kështu që këngët e mia nuk është se janë dëgjuar vetëm nga shqiptarët. Po ashtu dhe dikush i huaj që e ka kuptuar këngën në anglisht, e ka dëgjuar. Mbase nuk mund ta ketë pëlqyer, ama e ka dëgjuar se ka kuptuar gjuhën. Se muzika e tij ndiqet nga bullgarët, kjo nuk vihet as pak në dyshim. Bashkëpunimi me Galenën në këngën Pantera nuk do të realizohej nëse këngët e tij nuk do dëgjoheshin në këtë shtet të Ballkanit. Kënga quhet Pantera, fillimisht e kemi bosh shqip. Edhe këtë këngë Alfred Sula normal, si gjithmonë e ka bo. Pastaj mendimi i Galenës ka qenë me e bërë remake këngën, ajo me knu në gjuhën e vetë dhe na me përcjell anglisht pastaj edhe kështu. Kemi bë negociatat, kemi bë marrëveshjet dhe kemi publikuar këngën kaq. Madje ky nuk do të mbetet bashkëpunimi vetëm me këngëtar të huaj, ai vetëm se ka marrë një ftesë të re po ashtu nga Ballkani. Është një bisedim me sipër dhe bashkëpunimi me këngëtarin tjetër, po nga Bullgaria, quhet Andrea. Së shpeti besoj se në verë ka më publiku, po anglisht të shkënga. Jo vetëm kjo, por edhe shumë këngë të tjera të Sergios janë interpretuar në gjuhën angleze. E mundësia për të tërhequr nga vetja bashkëpunime me këngëtar të huaj, e ndoshta edhe për të deportuar në tregun evropian, nuk ka se si të tingëllojë ndryshe. Jo, as pak, thjesht që shprej zvogdi ashtu ka qenë mira atillë që unë kam përcjell muzikën. Për tregun evropian, mirë se të vi, unë nuk e se po e kërkoj. Thjesht ashtu e kam shpreh muzikën që shprej zvogdi. Por kjo nuk do të thotë se ai nuk këndon edhe në gjuhën e nënës. Kënga e tij e re, së cilës është duke i përgatitur videoklipin, është balada e parë në shqip. Projekti më ri punohet, realizohet video nga Intermedia. Këngën e ka kryer si gjithmonë producenti im më i dashur Alfred Sula. Kënga quhet Di e zemër, me datë 10 shkurt publikohet. Është në rrymën balad, gjuhën shqipe. Shpresoj se kam ju pëlqyer. Deri në fund po mundohemi me ja bëj zmetin deri në fund. Këngëtari nga Shqipëria i cili kultivon muzikën R&B commercial, premtoi se tani e tutje do të sjellë më shumë projekte muzikore e madje nuk e përjashton as mundësinë e ndonjë bashkëpunimi me emra të vjetër të diskografisë shqiptare. Për mua janë gjithë mirëseardhën, bashkëpunim me mua
S'diskutohet që me këtë do e bëj një bashkëpunim. Edhe së shpejti beso se po ka me pas diskutohet. E sa i përket jetës private, Sergio momentalisht është si një zog i lirë. I'm free like a bird.